Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin ton të drejt për drejt, si çdo mesditë edhe këtë thënë, do të jemi së bashku live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Ditën e sotme kemi përmbysur skaletën në momentet e fundit, pasi prioritet ka pikërisht tema që përgjatë gjithë ditës së djeshme, por edhe ditën e sotme, keni pasur mundësi ta ndiqni nga Departamenti ynë informacionit, nga raportimet që erdhën nga qyteti i Durrësit nëpërmjet koleges Klodiana Haxhiaj. Pikërisht pamjet e mbritura në agjensinë tonë Balkan Web, ku 3 fëmijë shfaqen në një banesë me kushte mizerabël, do të jetë pjesë e diskutimit dhe e panelit të sotëm. Ne pas pak do të kemi mundësi të ndjekim drejt për së drejti dhe intervistën e marrë nënës së këtyre 3 fëmijëve, por do të mundohemi ditën e sotme të kemi dhe zërin e palës tjetër, pasi 33 vjeçarja nëna e këtyre 3 fëmijëve ka deklaruar që është një kurth i zhvjerrës. Ndjekim për më shumë materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Nëna e 3 fëmijëve të mitur, e cila u procedua sot penalisht pas një padije të depozituar nga ish-vjerra e saj, ka treguar për News 24 se gjithçka është e sajuar nga e moshuara. Nëna e 3 fëmijëve të moshës 5, 10 dhe 12 vjeç tregon se ajo punon banakjere dhe paguhet me një pagë 400.000 lekë të vjetra, ku vetëm që reja është 300.000 lekë. E kam të pamundur që të rri me fëmijët se s'kam të ardhura me se të paguaj qeran dhe t'i ushqej ata. Ky është kurth nga ish-vjerra e cila më ka paditur se e braktis fëmijët. Si mund t'a bëj këtë kur unë vetë punoj? Më ka hyrë pa leje në shtëpi dhe ka mësuar fëmijët të flasin keq kundër meje. Nuk e di, por kjo është e patolerueshme. Si mund të hyjë në shtëpinë time pa leje dhe më denoncon në polici? Më pas ajo tregon se do të mbrojë fëmijët pasi babai i fëmijëve ka qenë në burg në Itali për 5 vite. Ajo shprehet se fëmijët nuk do t'i braktis kurrë. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, përpara se të ndjekim edhe një herë intervistën e nënës së 3 fëmijëve. Me mua në studio është avokatja zonja Gjeni Londe. Përshëndetje, mirë se erdhe në studio. Në krahun tënd Eksena Qirici, psikologja jonë klinike. Përshëndetje Eksen, mirë se erdhe. Fillimisht është një lajm që është dhënë që ditën e djeshme, pamjet e mbritura fillimisht në agjensinë tonë në Balkan Web kanë tronditur të madh dhe të vogël. Ka qenë pikërisht komuniteti për cilin kemi folur që nuk reagon, është indiferent, që këto pamje i ka nisur në Balkan Web, por njëkohësisht edhe ka denoncuar në agjensinë e lajmeve. Fillimisht ka qenë reagimi i komunitetit, por pamjet janë tronditse. Nuk e di si është përcjell tek ju, përpara se dëgjojmë edhe dëshminë e nënës, e cila thotë që është një kurth i ngritur nga ish-vjerra. Me sa duket ish-vjerra ka dashur të marrë fëmijët, ndërsa nëna deklaron që fëmijët me vendim të gjykatës i ka marrë, babai ka qenë i dënuar në Itali me 5 vite burgim, kështu që duhet të mbroni të vegjëlit e mi, pasi situata e përmbytjeve në qytetin e Durrësit ka sjell edhe këto pamje. Eksena, fillimisht një mendim të shkurtër paraprak për atë çfarë do dëgjojmë në këto momente. Edhe pse profesionalisht nuk është një situatë e re, për shumë arsye, edhe se gjatë eksperiencës punës sigurisht e kam parë dhe këtë pjesë të shëndetit mendor, dhe sigurisht ndjej keqardhje, sepse struktura jonë e reagimit dhe mbështetjes qoftë të fëmijëve po që të nënës është armiqësore. Pra, këtu, si të thuash, kemi një refleksion të rëndësisë që themi ne vazhdimisht mbi aspektet të shëndetit mendor. Pra, kjo është specifika e shëndetit mendor dhe profesionalisht nuk është një eksperiencë e re, e panjohur dhe tronditse. Por pamjet ishin skandaloze. 3 fëmijë në mes të ftohtit janë gjetur të mbuluar me një organ, kanë pasur ftohtë, nëna duhet të punojë, por ja, shikojeni pamjet. Pamjet janë tronditse. Vërtet, sepse aty duket që gjithçka që konsumohet nuk njeh sensin e rregullit edhe të higjienës. Dhe kur ne shpesh themi që njeriu e mbet interesin për jetën,
edhe qëllimin e jetës, sigurisht këto lloj pamje ka, pra humbja e interesit e vazhdimësisë fillon nga vetja, pra njëri nëse nuk e ka nga vetja, sigurisht që vazhdon edhe tek fëmijët. Kur e humbet sensin e vetes, sigurisht që do të mbasi çdo gjë. Dua fillimisht tek Gjeni. Gjeni, si u përcoll tek ty? Në fakt, pamje... Për te profesionit, se ju dua pak edhe në aspektin e gruas, por edhe të nënës. Patjetër. Përse përket faktit që pam 3 të mitur në atë lloj gjendje, normalisht kjo është një pamje shokuse për çdo që ka fëmijë dhe ka një përgjegjësi prindërore. Por duhet parë ndoshta më qartë mbas dëshmisë së nënës, sepse këtu mund të kemi dhe problematika të tjera që i përmendi dhe Ksena, që mundet që zonja në fjalë të ketë papërgjegjshmëri për shkak të një smundje të caktuar. Normalisht do të shikojmë dhe intervistën e zonjës, por si pamje, janë pamje shokuse dhe tronditëse dhe të cilat na japin një lloj ndjesie që jetojmë të gjithë në komunitet, por rastet të tilla janë raste të shpeshta tani më, të cilat gjejmë fëmijë që janë në gjendje që rriten në kushte ekstreme, sepse nuk mund të themi që këtu kemi një fëmijë i cili rritet normalisht. Kjo është gjithë problemi. Pra, atë që themi ne që pjesa e post-divorcit është pjesa edhe më e vështirë, edhe përpara se të marrësh vendimin për zgjidhjen e martesës, edhe vetë procesi i zgjidhjes martesës në vetvete është një proces i vështirë, por mbetet akoma dhe më i vështirë që gratë dhe vajzat të marrin. Është pjesa më e vështirë sepse aty është konfrontimi direkt e jetës së re që do të kapi nëna me fëmijët. Pra, një nënë me 3 fëmijë e cila duhet edhe të punoj, edhe të mbijetoj dhe të mirëmbaj ambientin në cilën ata do të rriten, i cili ishte një ambient ka mbetur besoj edhe jashtë vëmendjes institucionale, se përderisa nëna thotë që kam kërkuar ndihmë edhe të Bashkisë së Durrësit dhe bashkia nuk e ka mbajtur në monitorim, flas gjithmonë për punonjësit social pranë bashkive, pranë pushtetit vendor, të cilët nuk e di, inspektimet në terren nuk ekzistojnë në Shqipëri, me sa duket. Ligjërisht duhen bërë kontrolle në familje të cilën kanë problematika të caktuara, si rasti në fjalë, por shikojnë që në rastet caktuara që jemi referuar dhe më përpara nuk bëhen këto inspektime dhe nuk e di çfarë ndalon kur këta njerëz janë në punë, janë në përzyrë dhe pse nuk dalin të inspektojnë për të evituar një tragjedi, sepse këta fëmijë ndoshta nga shkudesja nesër mund të kenë problematika shumë më të mëdha që mund të ishin dhe më fatale. Pra, normalisht instanca duhet të reagojnë në kohë dhe jo në momenti që ne kemi viktima apo tragjedi. Qartë. Megjithatë, gjetja e këtyre fëmijëve në ujë, ndoshta edhe për shkak të përmbytjes së Durrësit, rreshjet të së martës e në vijim, por dhe rrëmuja që duket dhe papastërtia që duket në këto pamje që me të vërtet trondisin. Por, ne do kalojmë në këto momente në intervistën e zhvilluar pikërisht nga kolegja Klodiana Haxhiaj me nënën e këtyre 3 fëmijëve. Për momentin ato janë pra një medisi në Spitali Rajonal të Durrësit, e ndjekim intervistën dhe rikthehemi një herë në studio. Nuk kam pas mundësi, sa shukim që nuk është e jemi në një gjendje shumë të mirë ekonomike, dhe familja ime, dhe për këtë arsye do më thënë... Përsa i përket situatës që është transmetuar ditën e djeshme me videon që kanë nxjerrë nga banesa juaj, pse ishte ajo lloj gjendje në shtëpi? Keni ndonjë pretendim për gjendjen që është nxjerrë në video? Atë pretendimi im që kam, okej, dakord, në shtëpia nuk është se ka qenë në atë gjendje e është, që është vend kush do tjetë me më hedh mu poshtë, për atë gjë më vjen me bindur. Po si kanë hyrë brenda në shtëpi? Do më thënë ai ka hyrë brenda, se fëmijët e mi nuk e arritu më kaq bitë, do më thënë nuk e arritu kur me ide, do më thënë që ka një baba, do më thënë jo të mirë, apo ka një gjyshe jo të mirë. Thjesht arritu me dashurinë, do më thënë që i kam thënë që po e ke një baba, e ke një gjyshe, e ke një nënë, e ke... Si është marrëdhënia jote me vjerën edhe me ish-burrin? Unë tani me ta nuk e se kam kontakte. Nuk e kontakte? Nuk e se kam pas kontakte të vazhdueshëm. Të kanë ndihmuar për fëmijët? Që moment që këta na bukur, do më ka pas nisë, do më thënë, këto mujt e fundit nisi lek, që nisi për fëmijët 180.000 lekë. Kur më 180.000 lekë se do bojë unë, që se unë do rrinë shpinë se katërë me fëmijët. Po si është situata, do më thënë... 300.000 lekë kam qëra. 300.000 lekë qëra. Ku punon? Punoj tek një lokal të rruga Muzeumit në Durrës. Ke rruga Muzeumit në Durrës. Po përsa i përket në gjendjes më përpara, qoftë me bashkëshortin, qoftë me fëmijët, pse fëmijët nuk kanë qenë në shkollë, sepse u tha që fëmijët kanë një muaj që nuk i kanë në shkollë.
fëmijët kanë qenë në shkollë, thjesht kanë qenë smur, e kanë çuar një raport mjekësor te shkolla. Te shkolla, domethënë është çu raporti me që fëmijët kanë nashur. Ka qenë 2 javë pushime te shkollës, ndonë dish domethënë që kohën që kanë qenë pas marrë pushime, fëmijët kanë qenë pushim, i kanë çuar raportin mjekësor. Dhe në momentin që ka filluar shkolla, nisi kanë shkolla në tetë. Shkolla ka filluar ditën e hënë. Po. Ditën e martë ka ndodhur mbytyje. Po. Nëse kemi pas domethënë që atë moment në rruga jone ka qenë e bllokuar. Po. Të rreshëve. Edhe në atë moment domethënë e marrë pushim prapë. Domethënë sot e sa ditë pallati im është jo vetëm unë, por gjithë pallati im është pa ujë, e pa drita. Po. Dëm pa ujë fal, pa të drita ka. Kështu që Kjo situata pallat. Çfarë pretendimesh keni me akuzat që po ngrihen sot ndaj jush për abuzim me fëmijët apo ndoshta pa abuzim me fëmijët nuk jam ndonëse më qenë që do t'i visha fëmijët vetëm, do të çfarë do të kom për fare të çfarë. Kjo është ajo çfarë ka deklaruar nëna e këtyre 3 fëmijëve, nuk është as pak dakord me braktisje, me abuzim ndaj këtyre 3 të miturve. Do të mundohemi, siç ju thash edhe në krye të erës, për dëgjuar edhe versionin e ish vjerrës apo gjyshës së 3 fëmijëve, pasi babai prej disa kohësh jeton në Itali, atje ka kryer 5 vite heqje lirie, pra ka pasur një dënim, arsye të së cilës ne nuk e dim, ama në raportimin e kolegës Klodiana Axhiaj, përpara se t'hynim në transmetim të drejt për drejt me newsroomin ton, ka deklaruar që babai ka bërë një tentativë që fëmijët në muajin shtator të regjistroheshin për vitin shkollor 2025-2026 në Itali, ka marrë bashorten dhe 3 fëmijët atje, nuk e di se çfarë ka ndodhur që fëmijët janë rikthyer në Durrës. Atëherë, do doja të ndaloja pak te 2 të ftuarat. Zonja thotë që nuk kemi të bëjmë as me abuzim, as me braktisje. Sigurisht që nëse do bazohemi vetëm tek ajo çfarë thotë, në mënyrën e saj e ka vazhduar prindërimin, sepse historia duhet parë edhe më gjerë pse nëna ka arritur në këto kushte, se cilat janë kushtet mendore të saj. Sigurisht që këto pamje flasin shumë më tepër se sa çfarë thotë zonja. Por në konceptin e saj ajo ka vazhduar, pra nëse një baba është në burg dhe nuk ka mundësi të prindërojë dhe arsye të tjera të ndryshme, nëna e ka vazhduar prindërimin në ato pak mundësi që ka patur. Dhe fakti që ka marrë një shtëpi me qira që ndrojnë aty, pra sipas saj mund të jetë një mënyrë të ushtruarit të prindërimit. Se e rëndësishme është dhe çfarë koncepti ka ajo, çfarë martese ka patur, çfarë cilësie jete ka patur me bashkëshortin, mënyrën se si ka lindur fëmijët, mënyrën se si është rritur ajo, se është shumë e lehtë që me këto pamje të tregojmë apo t'i vëmë gishtin si një nën jo e mirë. E rëndësishme është që në mënyrë institucionale t'i ofrojmë ndihmë në përputhje me vështirësinë që ajo ka. Pra nëse ky, po themi, është një fakt dhe shkolla vërteton që fëmijët nuk kanë shkuar në shkollë, nuk janë regjistruar, do thotë që kanë braktisur shkollën. Nëse nëna punon, arsye ekonomike është një e tillë. Punon, por vetëm kaq, pa i siguron vetëm aspektin ekonomik dhe ajo, po themi, nuk dihet, e rëndësishme është që ka struktura sociale të cilat bëjnë një vlerësim real të vazhdueshmërisë dhe cilësisë të kësaj gjendje. Pra, kjo gjendje sa kohë ka që ka filluar, si janë paraqitur fëmijët më herët, sepse sigurisht që kjo vjen e paraqitur në mënyrën më të shëmtuar të mundshme. Pra nuk e ndihmojmë dot as fëmijën, as nënën e paraqitur metodikisht në këtë lloj mënyre. Pra nëse duam të ndihmojmë një nënë e cila është në kushte të vështira ekonomike, ndoshta edhe ekstreme, por dhe specifike të shëndetit mendor, nuk e ndihmojmë dot në këtë lloj mënyre nëse nuk kemi shërbime sociale të flasin në mënyrë, po themi, profesionale dhe shkencore se çfarë ndodh me shëndetin mendor të kësaj nënës. Pra për te çfarë flet ajo. Pra është një pjesë shumë e rëndësishme, por ka dhe specialist. Ti e pak ekse në problemet e shëndetit mendor. Nga intervista, arritet kuptohet diçka? Se më duk një rrëfim i kthjellët, jo problematik. Nëse shpesh ne kemi menduar se shëndeti mendor flet shumë hapur dhe thotë që unë nuk funksionoj mirë në një mënyrë apo në një tjetër. Pra shëndeti mendor flet dhe kështu.
Pra, e rëndësishme për ne është të flasim që nuk kemi atë lloj Pra ti e përjashton që gjendja që ne shohim të jetë krijuar nga vetë fëmijët, apo jo? Sigurisht që fëmijët bashkangjitur edhe përmbytjeve në qytetin e Durrësit, nga dita e martë dhe derisa... Mënyra se si janë hedhur objektet, pra qoftë ato që konsumohen në raport me ushqimin, po dhe pjesa e veshjeve, pra tregojnë që çdo gjë që është konsumuar është hedhur në tokë pa konceptin, pra që kanë në përgjithësi njerëzit që ti hedhin në vendin e duhur. Pra do të thotë që kjo mënyrë të menduarit nuk funksionon ashtu siç duhet. Kur funksionon nëna në këtë lloj mënyre, sigurisht që edhe për fëmijët është një model që ta vazhdojnë, sepse atë model marrin. Duke qëndruar dhe vetëm ndoshta në shtëpi për një kohë të gjatë, sigurisht që ata ndjekin atë model që shohin. Mirë, do rikthehemi shumë shpejt, pamjet janë të rënditse, janë të rënda, do të flasim për komunitetin, do të flasim për pushtetin vendor, nëna që deklaron që ka kërkuar mbështetjen e Bashkisë së Durrësit, bashkangjitur edhe gjendjes së përmbytjes së ditëve të fundit në këtë qytet. Ne do ndjekim hapësirën e parë publicitare, thash edhe një herë do të mundohemi ditën e sotme, t'i kemi të gjithë komponentët, t'i dëgjojmë të gjithë zërat, siç e dëgjuat edhe nga sinjali që vinte nga regjia, jemi munduar të lidhemi drejt për së drejti me gjyshen e 3 fëmijëve për dhënë edhe ajo versionin e saj, pasi ish-nusja ka deklaruar që ky është një kurth i ish-vjerrës time, pasi ajo kohë më parë ka kërkuar t'i marri 3 fëmijët dhe ndërkohë duke pasur rezistencën time me të drejtë sepse gjykata mi ka dhënë mua të 3 fëmijët, tashmë që ky skandal doli në media dhe do merren masa jo vetëm për mua, por edhe për 3 fëmijët e mi, rreziku i këtyre 3 fëmijëve mund të vijë nga ana e babait pasi ai ka kryer 5 vite dënimi në shtetin italian. Gjithsesi, ne nuk e dim për çfarë motivesh është kryer ky dënim 5 vjeçar në Itali, ai mbetet babai, i cili sipas koleges time Klodiana Xhiaj, ditën e dieshme është nisur me urgjencë drejt Shqipërisë dhe për të kërkuar ai kujdestarinë e 3 fëmijëve. Ndjekim publicitetin e parë. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, po flasim për 3 fëmijët e mitur, ku më i madhi është 12 dhe më i vogli është vetëm 5 vjeç. Komuniteti i zonës ku ka jetuar nëna e këtyre 3 fëmijëve ka dërguar pamje të rënditse në agjensinë tonë Balkan Web, që ditën e dieshme kemi pasur mundësi të dëgjojmë nga lidhjet e drejt për drejta koleges Klodiana Xhiaj me departamentin tonë të informacionit rreth edicionit të orës 11, ku ka dhënë detaje në lidhje me situatën e këtyre 3 fëmijëve të cilët tashmë ndodhen në ambientet e spitalit rajonal të Durrësit, aty ndodhet pranë tyre edhe nëna, ndërkohë që gjatë kësaj hapësire publicitare në numrin tim personal të telefonit ka reaguar gjyshja e 3 fëmijëve. Do të presim derisa të rregullojmë edhe disa çështje teknike për të mos e shfaqur gjyshen në publik me figurë, por me kuriz që zonja të ketë mundësi, ishte mbytur në lot, të ketë mundësi të mos identifikojmë 3 fëmijët e mitur për dëgjuar versionin e një gjysheje që me sa dukej gjatë hapësirës publicitare kam pasur mundësi të shikoj imazhin e saj, e cila po na ndiqte live dhe drejt për së drejti ka reaguar dhe ndërkohë gjendja e saj emocionale ishte shumë e rënduar. Do të mundohet regjia të lidhemi në këto momente me gjyshen, sa po të jetë gati me kuriz ju lutem për të mos zbuluar identitetin, ma vendosni edhe gjyshen për të mësuar a është e vërtet çfarë ka thënë 33 vjeçarja nëna e 3 fëmijëve, e cila deklaron që është një kurth i ngritur nga ish vjerra. Gjeni, jam me ty dhe do të kërkoj ndjes në momentin që do ndërhyj gjyshja, siç e pam ajo mori me video drejt për së drejti, por në numrin tim që nuk është e mundur. Të paktën ta shikonim në këtë transmetim dhe po e bën të mundur regjia. Atëre, braktisja e fëmijës radh parë është një vepër penale dhe një nga cënimet më kryesore që bëhet e drejtës së fëmijës. Në Shqipëri, në momentin që je kujdestar ose ke përgjegjësinë prindërore, fëmijës duhet t'i ofrosh strehim, arsimim, baza e cila ka të bëjë me rritjen dhe zhvillimin e tij psikologjik dhe fizik. Braktisja nuk do të thotë vetëm të largohesh fizikisht nga ambienti me të cilin jetojnë fëmijët, por moskujdesja ndaj tyre. Në rastin e fjalë ne kemi të bëjmë me një moskujdesje
e cila vjen si rezultat i një ambienti në cila ata rriten, një ambienti cili nuk mund të themi që ishte ideali për rritjen e një fëmije, dhe gjithashtu braktisja është një vepër penale e cila shon deri në heqjen e përgjegjësisë prindërore dhe në burgim. Dim që Prokuroria e Durrësit ka nisur procedim penal ndaj zonjës, e cila është denoncuar për braktisjen e fëmijës. Do shohim se si do vazhdoj procesi më tej, nëse do merr masa apo jo. Dhe në momentin që zonja vërtetohet që ka hequr dorë nga fëmijët, i ka braktisur dhe pse pohon të kundërtën, dhe nuk e dim nëse pohon të kundërtën për të mbrojtur ligjërisht në këtë rast, sepse pamjet na tregon që jemi para një braktisje. Siç thash, nuk është braktisje të largohesh. Pra, edhe kur nëna shkon për të punuar, nuk është kur shkon për punuar. Pra, braktisje është në nëna ka momentin që pretenduar që ka qenë në ambientet e punës. Okej. Braktisje është në momentin që ndodhet fizikisht në një ambient me fëmijët, por nuk kujdesen ndaj atyre. Dhe kujdesi ndaj fëmijëve do të thotë që do kujdesesh për ambientin në cilin ata rriten, për shkollimin e tyre, për të çuar në fëmijët në shkollë. Dhe në këtë rast kufizon dhe edukimin e fëmijës. Dhe kjo quhet braktisje, nuk është vetëm largimi dhe lënia e fëmijëve ke një familje kujdestare apo tek prindrit, gjyshit në këtë rast. Braktisja është thjesht fizikisht dhe mos kujdesesh për fëmijën. Ky është termi më plotësues që ne kemi edhe në Shqipëri, sepse jo shumë prindërve është hequr përgjegjësia prindërore për shkak të kësaj gjëje, sepse kanë qenë fizikisht, por nuk janë kujdesur. Kanë pas fëmijët pra, ti thua që pamjet flasin vetë. Pa diskutim, fëmijët kanë pasur problematika shëndetësore, fëmijët kanë pasur problematika në nxënjen, pra nuk kanë shkuar në shkollë, kanë pasur probleme në mënyrën e edukimit dhe formimit të tyre, dhe kjo quhet braktisje. Braktisja nga prindërit të cilët nuk janë të përgjegjshëm për të ushtruar përgjegjësinë prindërore. Prandaj në momentin që jepet një vendim gjykate gjithë prindërve para se të jepet përgjegjësia prindërore, i bëhet gjithashtu dhe një test psikologjik dhe për shkak të formimit të tyre, nëse janë të aftë të mbajnë të fëmijë apo jo. Dhe ndoshta rasti në fjalë zonja nuk është as e aftë për të mbajtur të fëmijë. Gjithsesi, doja një njoftim nga regjia nëse kam ish vjerën e nënës së 3 fëmijëve, gjyshen e tyre pasi gjatë hapësirës së parë publicitare ka telefonuar, po na ndiqte live dhe kërkonte të ishte pjesë e këtij emisioni për dhënë edhe ajo versionin e saj, sigurisht duke ruajtur imazhin dhe identitetin për të mos zbuluar edhe fëmijët e kemi, me sa duket thotë regjia. Lidhem në këto momente. Zonjë, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë partë falenderoj që kontaktove me njerë sapo na pe në News 24, jemi live për të kuptuar edhe versionin tënd të historisë. Atëherë, kur i ke takuar fëmijët për herë të fundit, çfarë ka ndodhur dhe si mbritën këto pamje në Balkan Web, në agjensinë tonë? Unë faktikisht jetoj në Itali, kam 33 vjetë dhe me erdi haberi nga Shqipëria që më di qalla. Unë munduam të vini me avionën, nuk ishte dhe morëm rrugën me tokë. Dhe me vlesit dhe me kunatat dhe shkuam për vaki. Mas vakis u ktheva në Durrës, edhe thash para se t'ikin në Itali, thash të kthehem si gjithmonë që i takoj një prit të mbesat. Dhe shkova drejtë në shtëpi, thash dit djele, thash nuse do t'jetë shtëpi, thash se mendova, thash se nga që punon, thash dit djele ja kushton fëmijëve, lam pastron si gjithë nënët. I bi derës, ma hap djali 2 të raja derën. Të lutem, pa emra, po? Pa emra fëmijësh, të lutem, pa përdorur emrat e fëmijëve. Po? Edhe ma hap quni 2 derën, edhe në këtë dera gjenja 5-6 bidona me ujë të mbyllura. Në atë kohë kur hape dera, dëgjova një herë që unë kam kaj vite kushdo që ta shikonte do mendonte më keq në unë. S'ka gale, hyra, vura shalli në unë, edhe pute me kërkoj kalamajt, ku i shof qunin e madhe dhe gocën e vogël e shof në kërvat dopjo të mbuluar me i batanije. Edhe i thash, Sami, i thash, që ka përva këtu me nëna, thash, më gje që jam shukuar, unë kam 2 ditë qaj, edhe nuk jam bë me zemër. Si përfundim, a i quni malë, ta nëna të gjutë të më mërë në Itali, ju 30 mjegra. Qa kam pa aty, nuk kam pa, jam 65 vjeqe, nuk kam pa në jetën time, asë në për televizora që të regojnë atë shpi, u shukova. Jura ke banjo, nuk di, e pyta për të ngrënë keqe, nëna ta shumë të japi nëna lek, ta shkeni për dio nëna ta kam lek kishe quni, gati 50.000 lek në gjep, ta shna të japi nëna prap lek e bini në i qokolat. Se unë sari që vi, unë i kam dimuar flitë dhe kam
unë post të gënjeva ka kompetenta dhe Italia, s'ka gale, unë bëra detyrën si gjyshi që më takon, edhe në atë momente nuk rria do të hapa që penxeret, se mbyti era, dola nga dera, ka ardhur nga plazhi deri në shtëpi time, pushoi zemra, mora direkt djalin telefon, thash mami po vdes, thash po bitë fik, thash fëmijët e tu po vdesin. Si përfundim njoftova i çova videot, direkt komunikova me policin, policia në fillim tha një po si kemi në kompetenta, si përfundim u mor drejtori madh, u dha urdhër, për 5 minuta më ka marrë policia, kam shku, ato nuk e gjetën dot shtëpinë, e kam shoqëruar në policin, kam hapur derën, hyri policia vetë, 2 burra dhe një zonjë, hym atje e pa gjëndjen, si përfundim tha zonjë, tha kalamajt dhe ti tha dërish policia. Unë kam përfundu polici, pastaj zonja mas dite është ka ardha aty, dhe fjala parë që tja ajo, tha zotrin, tha unë duhet punoj 16 orë, se unë tha fmijët e mi kush do t'i mbaj. Unë ka i di zemër, nuk di që të them më shumë. Kur është era e fundit që i kishe takuar niprit e tu? Kur ishte era e fundit? Për smundjen e kisha dëgjuar, se mori një ditë djalin telefon kjo, i tha më dërgot sa ilaçe. I tha djalin qa ilaçe, se duhet tha më jep, se më këtu tha Italia s'te jep. Jo tha më mirë ca ilaçe të them unë emrin. Jo tha, qose ma bje me faturë, tha me doktori, unë mund ta marr ilaçet. Po qa smundje ka, jo nuk e di. Po tha kurse di ti, tha si ta di unë. Edhe ka smundjen e zgjebjes. Ka zgjeben. Më vjen keq. Pra, e kërkoj vetë ish nusja djalit tënd? Ish nusja? Nëna e 3 fëmijëve, ish nusja ja kërkoj vetë djalit tënd? Apo ishte njëri prej fëmijëve? Po, i ka gjitha djalim dokumentat. Ti vetë, kur ke shkuar në ambientet e kësaj banese, për herë të fundit, përpara ditës djeshme? Jo, s'kam vajdu, hera parë zemër. Hera parë? Punoj në Itali. Okej. Gjenazë, nuk e se edhe për kalamajt. Qartë. Kur i ke takuar vetë niprit e tu për herë të fundit? Dje. Jo, përpara ditës së djeshme flasim. Në verë, pati dhe datë linden, biles kam një video, është e jëma, është quni im, edhe tha quni im, tha jo, tha nuk vi, tha jo, tha mos ja prish, tha se i ngele hatre, dhe ishim të gjithë 3 fëmijë, unë, e jëma asaj, e djali im. Pra, ata kanë ardhur të gjithë në Itali dhe ju nuk keni kuptuar asgjë nga gjendja e 3 fëmijëve. Ku e kam ditur në ajo, tha, do t'i marrë fëmijët, se shisi që puna, erdha në behar unë që kaloj, edhe thash asaj Gjerina, thash unë e shikoj që në gjendje se edhe si gratë, se unë nuk jam nga ato nëna që mos ta dua nusën e djali, se përdesa më ka bë 3 fëmijë, do ta dua, kur shusha e vjetë që se të nusën. Është një gabim i madh, e dua, se më ka dhënë 3 fëmijë djalin. Si përfundimi tash të marrë në Itali, e mora në Itali, prisha biletën edhe të sova në Itali, më dëgjon me vëmendje. Po. E mora në Itali, hypa autobusin motrajote edhe me 3 fëmijët me gjithë nusën e futa në shtëpi, e ndame nga buri, e ka majtur kjo për gjatë kohës për 5 muaj, motrajote kjo çdo muaj vinte në Shqipëri, ikte, vinte prindit, unë e dija se e dini prindit, nuk kanë dëgjë, mas 5 muajve zonja erdhi në Itali, erdhi në Shqipëri për 5 muaj humbi. Mas 5 muajve erdhi dhe mori fëmijët dhe kjo histori erdhi që unë gjeta në këtë gjendje kalamajt ka i dion zemër. Pra, ju thoni që ajo nuk është hera parë që i ka braktisur, kur kanë qenë fëmijët në Itali, ajo ka ikur? Në Itali i ka braktisur, i ka lëmë 5 muaj ikte, vinte, janë dokumentat zemër se ka shteti bullat e daljet. Mas këtyre 5 muajve ka ik 5 muaj nga Italia, i ka majt 5 muaj fëmijët vetëm fare. I ka majtë gjyshe, i ka që në shkollë, i ka marë. E kuptova. Mirë të dhona pyshti, ka komun, ka shtet. Po, e kuptova. Mirë të dhona që si ka majtë djera. Ka tentuar djali juaj që në shtator të vitit të kaluar ti ke të regjistruar në një shkollë në Itali? Jo, i kam regjistruar, i kam bë dokumentat fëmijëve. Më ka ardhe pra policia, tashima ka si dokumentin në kuestura e policisë, e më thotë zonë që di dhe kalamajt japin shenjat e gisha, që kisha me 5 tetor kam pas shenjat e gishtave të kalamajve. Po pse nuk arritën fëmijët? Nuk i dua ata letrat italiane, unë tha do t'i maj vetë fëmijët, marrë 1 milion rrogë, kam hap biznes në muzeumi, ka hap një lokal edhe është biznesmenja atit lokalit. Ka i dion. Zonja ka deklaruar që ka vetëm 170.000 lekë rrogë. Jo, ka punuar zonja gjithë kohës, edhe gjithë kohën e beharit, zonja, unë i mirë edhe fëmijët i ka majtur këtu në shtëpinë time, sa e që jashu i mirëja fëmijët. Sa vite ka djali juaj që është divorcuar?
Djalim ka 5 vjetë që është i divorcuar. 5 vite që është i divorcuar dhe gjykata ja ka dhënë kujdestarin nënës, jo djalit tënd. Po ja dha nënës se djalim ishte këtu në Shqipëri edhe ishte pa... Doli në rrugë të madhe, më i motër, se ajo ishte një raj fatkeqësi, unë danë, edhe mori ajo, tha, djalim, tha, digjo, tha, unë më të japë fëmijë, tha, kur t'ikin në Itali, tha, do më japësh fjallë, tha, që të vini në Itali, edhe e la me mirë kuptim. Kush ishin arsyet e divorcit, zonjë? Me aq djeni sa ju keni. Pse u divorcuan? Digjo, zemër, janë të gjëra që quni nuk ka qeftë se ta thash është nën e 3 fëmijëve, E kuptova. edhe nuk kam dëshirë që unë t'i vëj një njollë një femre, kur nuk janë gjërat private. Qartë. Familja ja di problemin edhe nuk është kush është ai burr që ndan grua me 3 fëmijë, zemër. Tash unë nuk E kam kuptoj, qeftë të flas, po, e kuptuam, është e kuptueshme. Megjithatë, a ka kërkuar në gjykat djali juaj kujdestarin e fëmijëve, apo ishte një marrëveshje midis 2 prindërve që zonja të merrte kujdestarin dhe djali? Po, ishte një marrëveshje dhe ta thash, deve me këtë kuptim që ne fëmijët të ktheheshin në Itali. Edhe herën e fundit ne po e diskutoshim dhe i thash Denisit, gjithë shoqëria më thoshe, ajo ka abandonuar 3 fëmijë, si bëhet denancim në Itali. Edhe si përfundoi, nuk duan, thash unë t'ja heq nënës 3 fëmijë nga gjiri, se janë vetë nën. E kuptoj. Edhe djali thash, mami, kur të vish, mami, thash, bëj një padije, thash, të ndaj gjykata, të maj ajo 1 fëmijë, të marron 2 fëmijë, se ajo thash është në me 3 fëmijë, nuk i përballon dhe ajo të 3 fëmijë tani. Por ne e kemi ndihmuar nga ana financiare, unë jam pensioniste dhe unë pensionin tim e kam veç nga goja ime e kam dhënë fëmijëve. Unë kam dishmitar, i kam veshur ke këma, kam vesh nusem. Punoj edhe sot i ndihmoj. Të lutem, a ka kryer burg dënim me heqje lirie djali juaj në Itali? Jo, djalim, kur ka qenë në moshën 18 vjeçur, është kap në makinë duke flet gjumë, edhe është dënu para 20 vjetëve. Edhe bëri të gjyqin, bëri 8 muaj burg, edhe kam quni me dokumenta, është elektricist, i kam gjithë dokumentat me busta page, i kam të tëra në rregulla, ashtu si tota e që është 5 vjetë në burg, jo, nuk është e vërtet. Ndërkohë që zonjë, ju keni qenë ditën e djeshme, keni qenë ju, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi lidhur drejt përse drejti edhe me nënën e 3 fëmijëve, jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur live në televizionin News 24. Në lidhje paralel kam ish-vjerrën tuaj e cila ka deklaruar për mënyrën se si i gjeti 3 niprit, 3 fëmijët e tu. Nuk e di, keni diçka për t'i thënë ish-vjerrës? Atëherë, unë këtë gjë e kam lënë policisë, se ka lënë shtetit, çdo gjë është tu marr ai, kështu që nuk kam atë. Më fal zonjë, unë nuk dëgjoj asnjë gjë. Kush është? Atëherë, është nëna e 3 fëmijëve, ish nusja juaj. Atëherë, zonjë, si është gjendja e fëmijëve për... Nuk e dëgjoj fare. Mirë, ja do ta rregulloj regjia. Atëherë, zonjë, si është gjendja e fëmijëve të tu në momentet që flasim? Shumë mirë. Zonja ka thënë që ish-vjerra jote që i ke braktisur dhe herë të tjera. Jo, nuk ka braktis kur. Nuk i kam braktis kur, se të ishen braktis i kisha lënë me kohë. Nuk do isha me fëmijët e mi. Në shtetin italian, fëmijët me datën 5 tetor duhet të jepnin shenjat e gishtave. I kam lënë për arsye sepse jam kthyer në Shqipëri, ashtu kam parë një çështje, domethënë në gjykat, jam kthyer në Shqipëri dhe në momentin që jam kthyer për në ashtu, më kanë kthyer në Bari për arsye sepse nuk e kisha mbushur 3 muaj atë. Më fal, po unë nuk e dëgjoj zonjën çfarë thotë. E qartë, rregullojeni pak regjia që dëgjoj dhe ish-vjerra, a mundet të më thuash pak, ju jeni punonjëse apo jeni pronarja e lokalit pranë muzeut? Si? Ju jeni punonjëse pranë lokalit tek muzeu, apo jeni punonjëse? Sepse ish-vjerra juaj deklaroi pak më përpara në studio që ju jeni pronaret paktën kështu keni deklaruar tek ish-bashorti dhe tek ish-vjerra. Po tani ajo mund të japi shumë deklarata. Po të deklarata janë çdo gjë me fakte. Unë po them që gjendja e fëmijëve është shumë e mirë. Po momenti kam këtu dhe janë të 3 shumë mirë. Ju keni kërkuar tek ish-bashorti juaj, thot ish-vjerra juaj, pak kohë më parë, disa medikamente për zgjeben. Është e vërtet? I kam kërkuar një mjekim dhe më thënë që nuk marr dot. Kështu që keni vuajtur ju, kanë vuajtur fëmijët, të lutem. Kam pas një thjesht një infeksion lëkure, do më thonë dhe kam marrë mjekimin. Ju? Më ke thënë që janë e zgjidhur zemra. Çdo gjë është okej. Megjithatë pamjet flasim vetë. A mund të më thuash diçka për pamjet? Pse kemi këto pamje të tilla në banesën tënde?
Atë shumë institucione tjera që kanë ardhur në socialit e këto, kanë ardhur në shtëpi dhe gjendja ime s'ka qenë kurrë në atë gjendje. Kështu që mund të ishte me institucionet e tjera, dhe kurrë nuk e kanë gjetur shtëpinë atë gjendje. Pra ti se ke lënë kështu shtëpinë? Që është vendos dikush tjetër është vendos për këtë gjë. Sepse ish vjera im, sa e që ka ardhur në Shqipëri, më ka marrë në telefon që ka marrë do të takoj fëmijët. Po? Se pikërisht kësaj radhe nuk ka marrë në telefon. Pse, çfarë dyshoni ju? Çfarë dyshoni ju? Pikërisht, sidomethënë si ajo mund të shkojë në shtëpinë time, kur nuk ka asnjë të drejtë me shku në shtëpi, paktën pa lajmëruar mua sepse ne jemi të divorcuar, kupton? Po është gjyshja e fëmijëve. Është gjyshja. Më fal Blerina, zgjidhje ta sodi ish vjera nga Italia, pislikun ta sodi vjera nga Italia, më fal Blerina. Fol të vërtetat, mos u hidh nga një krah në krahun tjetër. Vjera të ka mbajtur dhe xhupin që kanë në trup e ke nga dallandyshja, nga vjera, ish vjera jote, të ka majt me buk. Më mi hidh poshtë ato të bukën time se ka zot lart. Pra, zonjë të deklaron që këtë rëmuj nuk e ke lënë ti në shtëpinë tënde? Po jo ti 30 fëmijë mjekra, në të lutë më merr në Itali, ta ka thënë dhe ty që më dërgo kebabi. Është e vërtetë? Tani çfarë deklaron? Të kemi në video. Çdo gjë unë kam lënë shtetin dhe çdo gjë do merret shteti me institucionet me këtë punë. Po mirë, ndaj jush ka akuza shumë të rënda si ajo e abuzimit dhe braktisjes së fëmijëve. Si kam braktis kur, se të me di braktis dhe isha braktis. I ke braktis 5 muaj. Polici kam thënë që nuk ka që mami shpinë, ndërkohë që ne kam pyetur djalin në syt policisë. Blerina, kam fol me mamin tënd, më fal Blerina, kam fol me mamin tënd, i kam thënë asaj të lutem. Blerina do një përkraje. Fëmijët e mi, niprit e mi nuk mund të jetojnë në atë gjendje. Blerina, kam fol me mamin tat live, edhe i kam thënë të lutem çfarë do bëj me fëmijët tanë. Si niprit e tu dhe janë të mitë. Si që këti, më nëse dhe mua. E dashur, sa orë punon në ditë dhe ku rrinë fëmijët gjatë kohës që ti punon? Ka punu 24 orë në plazh. Të lutem, zonja Dallëndyshe, ta dëgjoj pak nusen. Ta dëgjojmë pak nusen, po. E dashur më thuaj. Ka punuar nga mëngjesi në darkë, kam shkëputur disa herë, ja pyesin dhe fëmijët, domethënë prezent, ja të 1 sekondë, ju lutem. Sami. Ju lutem në transmetim live jo fëmijët. Ju lutem. Jo vetëm ta dëgjojnë domethënë që unë domethënë ato që lihen fëmijët. Ai ka ardhur mami. Ju lutem. Nuk është. Po. Ju lutem. Dëgjoj. Mund të i largosh fëmijët edhe nga kjo intervistë? Të lutem sepse vjera jote deklaron krejt të kundërtën. Djali i madh ka kërkuar ndihmë. Nëna më merr në Itali ka thënë. Koshinte për atë që ke bërë në telefon, nuk e kanë marrë në telefon, dhe për vitri ka marrë në telefon që kanë folë me fëmijët. E dashur babai i paguan detyrimet ushqimore të fëmijëve? Dhe për vitri ka paguar muj për muj, edhe i tash djali që mamaja. Pra deri në dhjetor, deri për vitri i paguan. Tani zonja Dallëndyshe, të lutem se po flas me nusen, po i bëj pyetjet e dura. Të lutem se un kam një moshë më të madhe nga ajo do më dëgjoj një mua. Un po ka kohë për paq kohë që ajo më ka ndihmu djalin nga Zvicra, ka marrë milionat. Një kjo. E dyta, i ka thënë e motrat, ka ardhur vjera, të ka sjell gjë, kjo i ka thënë asnjë gjë. Kur kam fol me të motrën, i kam thënë jo, kam dishmitar dhe parukieret, kur unë shkoja në shtëpi dhe nuk e gjeja zonjën me çelës kalamajt, e i kam thënë ku është mami, është ke parukierja. Kam prit me orë të gjata ke parukierja, që kjo bënte flokët 300.000 lekë, 400.000 lekë, flokët kaçorele bjonde, sa dhe fëmia i tha mami nuk të shkon, kthej flokët e me parat, kam shku ati, kam çu një thes me bisko, me çokoladata, i kam dhënë 100 euro. Ke dishmitar, jo një, unë kam dishmitar me mira. Dakor, zonja Dallëndyshe, a mund të më thuash, të lutem. Edhe ajo i ka thënë që s'më ka sjell asgjë vjera. Vjera i ka pre pasaporta 2 herë, ajo i ka kthyer lekët, i ka bërë rrushe kumlla me qerpik, me thonjë. Të lutem. A mund të më thuash, kjo ishte gjendja kur ju shkuat në banesë se Blerina thot krejt kundërtën? Nuk e kam lënë në këtë gjendje shtëpinë. Dhe prindët e kanë ndihmuar me para. Edhe i ka thënë që burri nuk më sjell lekë dhe folëm me prindrit, na ka mashtruar. A ka mundësi ta dëgjojmë edhe nusen pak? Po e dashur, më thuaj pak. Për këtë gjë, me kam lënë policinë, kam lënë institucionet të gjitha, se shumë institucione merrin telefon, sa e kanë atë shtëpinë, nuk e kanë gjetur kush shtëpinë time ashtu. E dashur, të të bëj një pyetje, kush ishte interesi i zhvjerrës tënde për ta bërë shtëpinë në këtë gjendje dhe më pas
të ta akuzoj ty? Gjithmonë ka me mësumu. Gjithmonë ka Blerina, në fakt i kërkojë ndihmë sociale për të bredhur në Kosovë, në Dubai. Kishe lehti zemër për të bërë qërpikët, për të ndryrë flokët, për të fry bluzët, për të ngritur vetat. Të lutem, qa nën e je ti, si flet gjumë ti mirë fmit, po ti si flet në atë gjëndje, o Blerina, po më plak zemra, Blerina. Që në jemë se në të blerëmërin, më plase, më morem qakt, 3 fmit, 3 yje, që morem diplomet në mes Italisë, janë anglista, nuk janë shqiptar, kanë Amerikanë në tonë. Te beson ti, fmit e mi, ati e ta të gjithë, këta fmije nuk janë shqiptar, janë Atere, ju lutem duhet flasim me radhë. A ka mundësi të qetësohemi? Flasim me radhë, më duhet të kalojnë në një hapësirë të shkurtë publicitare, mos u largoni nga lidhjet tuaja. Do vazhdoj me këto përballje, vetëm ju lutem, dua dhe ndihmën e regjisë kur jap fjalën njërës, mos të dëgjohet tjetra sepse ka mbivendosje dhe me zonjën Dallëndyshe nuk po mirë kuptohemi, vetëm flet dhe nuk pret sqarime nga ana tjetër. Publicitet dhe rikthehemi në studio. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt pas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, ndërkohë që jemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Pjesa e dytë ishte një ju lutem. Pjesa e dytë ishte shumë e vështirë për sa i përket një përballje për herë të parë të nusës, të ish nusës edhe të ish vjerës, për pamje të rënda që Balkan Web ka dhënë dhe ka transmetuar ditën e djeshme. Zoj, më dëgjon? Flas me nusën, nuk e di në qoftë se vazhdon, ishtë nusja nëna e 3 fëmijëve të jetë. Atëherë, Zoj, më dëgjon? Po. Atëherë, situata e fëmijëve the është normalizuar dhe ja ke lënë shtetit. Ndërkohë pati akuza që ti e ndihmuar me të ardhura nga ana e ish bashkëshortit edhe ish vjerës, ndërkohë kanë qarkulluar ditën e sotme pamjet e tua në fakt të një vajze që mbahet dhe kujdeset për veten e saj që po i shfaqim edhe në këto momente të mbuluara sigurisht për të mos shfaqur imazhin tënd, atëherë sigur jetojmë në 2 realitete. Okej, atëherë, tani si zgjodhje sociale janë bërë sot që domethënë bën ato fotot e montimit e domethënë se unë kam qenë në Dubai dhe kam pasur shumë komente, shumë gjëra të tjera. Janë fotot të atyre aplikacioneve që mund t'i rregullosh fotot. Dhe është diçka që mund të vërtetohet shumë mirë. E heqim regjia foton e zonjës, po? E para, e dyta, thash pak më përpara se zonja filloi domethënë që thashë ajo domethënë të ishte një nën aq e shkëlqyer, domethënë, se si është domethënë është puna e saj që nuk du me komentu këtë pjesën. A mund t'i dim kush kanë qenë arsyet e divorcit se ish vjera juaj i latën në kuptuara? Pse e divorcuar? Kush kanë qenë arsyet? Kanë qenë shumë arsye, mos marrëveshjet, kanë qenë debatet, kanë qenë ashtu se dim e kam lexuar me një televizion tjetër, domethënë që ka thënë që kam shitur shtëpinë e gjitha për kësaj, gjë që nuk do të komentoj se çka ka ndodhur, gjë që nuk kanë qenë, por unë kam thash, fëmijët e mi nuk kanë ushqyer kur me urrëtin ndaj gjysmës së tyre dhe babait të tyre. Gjithmonë sa e kanë qenë të marrë në telefon, ja kam dhjetë telefonin. Shiko, nuk e tha askush këtë gjë që ti ke ushqyer me urrëtie, por pamjet janë tronditse. E jam lexuar me diçka tjetër. Unë thjesht doja të publikoja që nuk du me publikoj ato video, po thjesht detyrimi që po bëjnë këta persona që po japin kaq urrëtie ndaj meje, po më gjejnë kaq në të keqe, është një video ku fëmijët e mi gjatë kohës që kanë qenë 3 muaj, 4 muaj në Itali pa mua, për arsye se shteti shqiptar nuk më ka lejuar me kalu jashtë. Po. Tregojnë se si ata, domethënë fëmijët e mi më shajnë mua dhe ofendojnë me fjalë më të pista nga babai i tyre duke i bërë video, duke Qartë, të ruaj me tikën në këtë transmetim, mund t'i dërgosh këto pamje në numrin e celularit 069 20 37 000. Që më pas t'ja u jap edhe 2 të ftuarave të mia të ditës, psikologës edhe avokates. Ne do komentojmë vazhdo qëndro në lidhje të drejt për drejt, ndërkohë që shkoj tek ish vjera jote, për sa i përket edhe deklaratës së fundit të nënës këtyre 3 fëmijëve. Zoj, më dëgjon? Lidhe me vjerën? Atëherë, ish nusja ju akuzoi në këto momente që gjatë kohës që fëmijët kanë qëndruar tek ju në Itali, ajo disponon disa pamje ku fëmijët shajnë nënën e tyre. Është e vërtet kjo gjë? Më falë ti, unë të thash kam 10 muaj fëmijë që jetoni me mua në Itali zemër.
unë kam dokumenta. Jo, dakord, po pse duhet të shani nënën? Po shkëputu 5 herë. Me muajin e 5 ka ikur e 5 muaj nuk ka ardhur motor. Tani unë, kur shdi të rej, as 3 muaj, as 4, ka net 5 muaj, është dishmitar shkolla. Ja lyret e dalit ke pashaporta. Tani do të gënjej ajo, le të gënjej, po të gënjej në shteti motor. Megjithatë pamjet nga Dubai, sepse akuzat për Dubai në erdhën nga ana juaj. Do sa s'ka qenë, po në Kosovë ka qenë zemër. Qartë. Por thojnë, do kon dim nga shteti, më falë, një nënë e mirë, edhe një familjar e mirë, nuk del vajza fëmijët në atë gjëndë, edhe të bësh buzët, edhe të bësh flokët bjonde, ka qurela sa edhe vetë fëmija e korrigjoj, se unë nuk mund t'i them fëmis keq për nënë, se është turp, një kjo. E dyta, për të bësh qërpikët e për të bësh flokët, për të ngritur vetlat, më falë zemër. Ti më s'kërkon din nga, di kërkojnë din nga shteti jonë, kur jam e smur, nuk kam forcë, nuk kam ndimi ka dhënë babaj, ndimi ka dhënë vëllai, ndimi ka dhënë burri, ndimi ka dhënë vjera, ndimi ka dhënë i pra, ju nuk jeni kundra mirëmbajtjes së vetes, apo një paraqitje më të mirë të vetes? Më bëhet qefi me zemër, kush është ai që njeriu kur dëgjoj. Por ti thua ka shpërdoruar parat apo jo? Ne më jep përshtypjen, siç është jashtë në prezencë do të ketë në familjen. Dhe ke fëmit, si thu ti tash, unë të haj mirë, të vishe mirë, e fëmija ime të jetojnë me smundjen e zjepjes, më falë se zjepje si asola me valigje nga Italia saj. Më falë, zjepja më falë zë nga vjen nga pas të tirat. Do të dëgjojmë psikologen pak më vonë, por le t'ja pak fjalën avokates zonjës Gjeni Londo. Gjeni, ke pyetje për zonjat? Qofse je pa qartë, se situata është shumë e qartë për mua. Që mos i lëmë në një ballafaqim. Situata është mjaftueshëm e qartë dhe nga ballafaqimi dhe nga pamjet. Jemi përpara një shpërdorimi të përgjegjësisë prindërore në mënyrë absolute. Kjo për faktin e zonjës e cila në asnjë moment nuk tregoi se si kujdese për ta fëmijë, po thjesht i the akuza për mos përmbajtje përgjegjësie e të tjerë. Qofse zotëria nuk ka kryer detyrimin ushqimor ndaj fëmijëve, kjo është shumë e lehtë për të vërtetuar. Jo, deri në muajin dhjetor tha zonja, po sa kemi hyrë në janar. Sepse akuzat e para janë bërë për parat të cilat nuk ishin mjaftueshme për të jetuar. Atëherë, gjitha këto vendosen në një vendim gjykate, e cila përcakton kujdesarinë e fëmijëve, masën e detyrimit ushqimor dhe gjithashtu pjesën e ndarjes së pasurisë në momentin që kanë pasuritë e përbashkët. Këto janë ndarë në momentin që është dhënë vendimi i gjykatës dhe është vendosur zonja si përgjegjëse për prindërimin dhe zotëria për përmbushjen e nevojave ekonomike për secilin fëmijë, të cilën ne pam që mbas deklarimit të zonjës kjo vërtetohet me llogari bankare që janë paguar. Pastaj këtu kemi bëjmë me një shpërdorim të pensionit ushqimor të fëmijëve, e cila është bërë nga zonja, duke qenë se fëmijët janë në këtë gjendje, shtëpia është në këtë gjendje, vërteton më së miri që këto para nuk kanë shkuar për fëmijët. Dhe duke ndodhur në këto kushte, babai duhet bëjë një padi për të marrë kujdestarinë e fëmijëve në rast se këto vërtetohen të gjitha në vendimin e gjykatës. Pra, fjalën e fundit e ka gjithmonë gjykata, e cila do të bëjë ballafaqimit e dëshmive të dhëna, e raportit të marrë nga punojësi social në momentin që e parë që fëmijët janë pyetur. Sepse fëmijët tani për të mbrojtur nënën, sepse për gjithë nëna është baza e zhvillimit edhe të fëmijës dhe lidhja është shumë e afërt, ata mund të manipulohen duke dhënë dëshmi të cilat do të mbrojnë, por do të marrë gjithmonë dëshmia e parë e cila është marrë fëmijëve në momentin që janë zhvendosur nga ambienti në cilin jetonin në komisariat edhe më pas në spital. Pra dëshmia e parë është më pranë të vërtetës thua ti. Pa diskutim dhe raportet të cilat janë mbajtur nga punojësit dhe nga më pas dhe nga stafi mjekësor, sepse nëse ka qenë fëmijët jo të ushqyer, do të thotë që këto para nuk kanë shkuar për ushqimin e fëmijës. Për te i faktit të papastërtisë që janë ndodhur në ambient dhe faktit që ata nuk kanë shkuar në shkollë dhe një fëmijë 12 vjeç nuk ka pse mos të shkojë në shkollë. Pra është i Zoti për të vajtur në shkollë dhe për të ardhur. Kishin pushimet thotë nëna dhe më pas janë sëmurur. Mund të ndodhi. Kam pas raport thotë. Nëse ka një muaj që nuk shkon në shkollë, kam pasur pushimet e fund vitit. Pra 2 javë ishin pushimet. Po. Dhe fëmia deklaron akoma, sot është data 12 dhe ai akoma nuk është shkuar në shkollë. Mirë, mos harrojmë se java tjetër ka pasur edhe përmbytje në Durrës, ë? Të kuptoj. Nëse shkolla që cila është mbyllur për shkak të përmbytjes referohet në zonën që ka ndodhur, mund dhe të justifikohet. Por gjithsesi në ligjërisht këtu kemi të bëjmë me një përdorimin e përgjegjësisë prindërore. Nuk e di, do doja të lidhesha me gjyshen e fëmijëve. Zonjë, më dëgjon? Djali yt ka mësuar në lidhje me këtë situatë të fëmijëve. Ka mbërritur në Shqipëri apo jo?
Dhe unë prej skamatë, kam full me djalin që ishe në kufi dhe unë jam pritje. Pra, ju do kërkoni kujdestarin e fëmijëve, djali juaj pra. Po. Ndërkohë, më dërgoni pak tek nëna e 3 fëmijëve te i kish nusja? Zoj, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Burri po mbrin nga momentin në moment, është nisur me një urgjencë pas këtyre pamjeve të dhënë nga Balkan Web dhe do kërkoj kujdestarin e fëmijëve. Do jeni dakord që fëmijët të rriten në Itali tek babai? Jo, nuk i leon fëmijë. Deri sot domethënë sepse djova që tha zonja që është aty në studio. Po, avokatja, Gjeni Londo, po, avokatja. E tani unë do të thjesht t'i dërgoja, domethënë që a është, domethënë ma jep edhe një numër telefon që tani në video. 069 20 37 000. 069 20 37 000. Dëgjo. Doja të thoja që Po. diçka, që domethënë legët janë shpërdoru. Sa ku ka zonjë domethënë tani kohët e fundit, se kur jam kthyer nga Italia, domethënë unë ja kam nisur prapë nga zero, nga çdo gjë këtu ja. Domethënë i kam kërkuar thjesht një ndihmë babait të fëmijëve të mi. Më ka thënë, kaq kohë sa i kam marrë në Itali, ta nuk të lutem se zonjë mos të flasë sa të flasun, të lutem. Po. Flisni. Domethënë gjatë kohës se kanë shu, kam kërkuar ndihmë, sa të mesha vetëm se kam filluar nga luka që ha, nga bataniet, nga rroba, nga çdo gjë. Po. Edhe më ka thënë që i ka marrë kaq kohë në Itali dhe nuk mund të nis asnjë lek për fëmijët. Do plotësoj ato 6 muaj, 8 muaj sa kanë dhënë. Pra, kanë konvertuar 8 muaj që fëmijët kanë qëndruar në Itali, duke të mohuar ty pensionin ushqimor të këtyre 8 muajve. Mirë, nga ana ligjore ta pyesim avokaten? Ta bëjmë në formë bashkëbisedimi, se nuk kam edhe shumë kohë. Atëherë, kjo mund të ishte zgjidhur me marrëveshje midis ish-bashortit dhe zonjës. Mendoj që normalisht zotëria këtu ka bërë një shkelje, fëmijët nuk hanë vetëm 8 muaj, po hanë çdo ditë dhe normalisht gjë më banale është ushqimi dhe më pasaj veshmbathjet dhe edukimi. Kështu që nuk mund të jetë kjo gjë dhe nuk mund të bëhet për fëmijët. Pra, zotëria në këtë rast jemi në shkelje, duhet përmbushte detyrimin e tij ushqimor dhe të plotësonte nevojat e fëmijës. Fakti që ai ka mbajt dhe kanë bën ndoshta një marrëveshje apo jo, nuk kemi në dieni, por që duhet të përmbushte patjetër diskutim atë. Atëre, shikoj që nëna fëmijëve flet, ju lutem regjia për t'i dhënë fjalën më pas edhe psikologës, po. Dhe gjatë kohës që unë kam qenë në Itali, po, nuk e mohoj, nuk e hedh poshtë, fjalën që unë më ka gjetur punë e kam punuar. Po pse nuk jetove, pse nuk i le fëmijët? Pse fëmijët nuk dhanë shenjat e gishtave? Në Itali me datën 5 tetor. Fillon kontradikte se kjo i vjera ime do hyn të njëjtën time. Domethënë çfarë bësha unë, si bësha unë, çdo gjë që bësha unë. Shiko, ajo të hapi derën e shtëpisë edhe pse ishte divorcuar nga djali i saj, jo? Për hir të së vërtetës. Nuk e hedh poshtë, Shiko, ti ke ikur disa herë thot ajo, i ke braktisur dhe 5 muaj. Kam marrë se kam pas një gjyq këtu sepse gjatë kohës që fëmia im ka qenë i smur me epilepsi, unë kam detyruar me bën një martesë për ndrimi jemi dikujt tjetër me marr lek me bë rezonancë magnetike dhe e zhen djalit tim. Pra ke dhënë mbi emrin tënd te dikush tjetër për të përfituar para? Një diskutim që e kemi dhënë me prova dhe me histori reale në studion e emisionit Me Zemër Tapur. Ta dëgjojmë pak Eksena Qericin? Po. Edhe diçka ju lutem. Po. Gjatë kohës që unë kam qenë në Itali, kam qenë unë ajo që i kam ish burrit tim lek i psha disa herë lek borxh, ka qenë dhe vetë zonja ta komentoj tani, që më ka thënë që mos i jep më lek. Thonë se jam dieni që ti ke dhënë lek që më kërkonte lek borxh ai. E vërtet zonjë? E vërtet? Dua të flas me ish vjerën? Është e vërtet? Pra ka qenë ish nusja që i ka dhënë djalit tënd para? Nuk e di në qoftë se më dëgjon zonja, është kaputur lidhja apo jo? Po, nusja. Ajo ka dhënë para. Jo, djalit tënd. Dhe ti i ke thënë unë nuk kam dieni. Djalit tim po i mori, edhe djalit tim ja dha shumë se i duheshin për fëmijët për kalamajt. E kur vjen fundi ajo punoi, ja bëra unë punën. Mori lekët ja dha djalit tim, djali mi mori mua, ja nisi ka me faturë. Ja kam qenë nga Italia i ka këtu. Me ustrionin kam dokumentin. Qartë. Se ajo e mohon ta thot, nuk e dëgjoj mirë. Ti kam dhënë të gjitha parat, thot ish vjera jote, i kam me mandate, thot, i kam të dokumentuara. Jo, lekët që gjatë kohës unë kam qenë Itali. Biri një dokument që më ka sjellur për 5 muaj. Lekët ku ka ikë. Jo, djalit tëndit ka dhënë para kur ajo ka qenë në Itali. Ti ke thënë mos i jep djalit tim para se unë nuk jam në dieni. Ta dëgjojmë pak psikologën, ju lutem, për te i sherrit të ju të dyave dhe çfarë keni me njëra tjetrën. Ju lutem, interesi më i lartë janë ata fëmijë. Do t'ju kem nesër përsëri të dyave. Atëherë,
Eksena. Situata është tepër komplekse dhe nëse duam që të kuptojmë dhe të ballafaqojmë me shtetin mendor, besoj nuk është një mënyrë e mirë kjo, sepse njerëzit nxjerrin zemrimin e tyre dhe inatin dhe nuk i shkojmë Ti referosh shtetin mendor, po unë kam rezervat e mia, sepse më duket paktën nëna 3 fëmijëve, 33 vjeçarja në mënyrë logjike shumë të sofistikuara, të shëndetshme, të mendimet e saj. E rëndësishme është që por ti flet nga pamjet. Pa diskutim. Pra, ajo është çfarë na intereson. Për të bërë një lidhje, pra se shpesh shëndeti mendor vlerësohet edhe një koherencë ndërmjet fjalëve dhe veprimit. Pra, nëse ne vërtetojmë që nuk ka një koherencë ndërmjet fjalëve, sepse ne shpesh mendojmë që shëndeti mendor vlerësohet vetëm nga gjykimi i personit apo nga fjalët që thotë. Edhe kur shëndeti mendor kundërshton dhe nuk lidhet me veprimin, sigurisht që kemi të bëjmë një specifik. Për shëndeti mendor nuk është vetëm një diagnozë që mund të di popullata, apo një mendësi, apo një mënyrë se si e vlerëson. Shëndeti mendor është shumë i gjerë. Dhe pikërisht kjo është e rëndësishme që ne të vlerësojmë. Jo me kaq, po themi, buj dhe kaq, sepse sigurisht popullata jonë shumë ndjeshme ndaj mëmësisë edhe ndaj fëmijëve dhe sigurisht reagon agresivisht. E rëndësishme është për ne, për të vlerësuar, për te çfarë thonë me njëri tjetrin ose zemrimet ose shumë detajeve të cilat ne nuk do mundemi dot t'i zbulojmë. E rëndësishme është nëse kjo nën, pra punon 16 orë, kush kujdeset për fëmijët 16 orë? Pra, e rëndësishme është t'i shkojmë logjikës deri në fund për të vërtetuar. E pyesim zonjën ta marrin përgjigjen? Unë shkëputesha herë pas here, thot ajo. Në qoftë se kërkon ta bësh pyetje përgjigje, lidhemi me Nusen, me nënën e 3 fëmijëve, ju lutem. Zonjë, më dëgjon? Po, patjetër. Të vjen pyetja nga psikologja, më thej që punoj 16 orë në ditë. Shkëputesha herë pas here për ata fëmijë. Kush kujdesej për fëmijët? Po, shkëputesha herë pas here. Ka qenë djali i madh ai që kujdesej për motrën e për vllain e vet. 12 vjeçari. Po. Atëherë, Eksena? Sigurisht që edhe jam shkëput disa herë, pa ma kur gjatë dasës nuk ka mungur një në shtëpi. Qartë, mirë, e dëgjojmë, po? Do të thotë që pra, në përpjekjen e saj, për të prindëruar, është munduar. Se si pastaj e vlerëson institucioni, pra kjo përpjekje që ajo bën, në këtë mundësi që ajo ka. Është e vlefshëm për fëmijët, pa jo kishte disa kushte më të mira në Itali të nuk është e vlefshme, sepse shihet që fëmijëve u mungon arsimi, pra nuk besoj se një arsim që u muhua në Itali. Pikërisht, fakti që zonja është larguar për një dhënë që tregon gjyshja, pra është larguar, çfarë do të thotë kjo ky largim i nënës nga fëmijët, pra për te çfarë thua, çfarë është kjo shenjë e largimit? Më bezdiste thotë për jetën time dhe për veprimet e mia ish vjera, se ish vjera tha që unë i hapa derën tha. Për te çfarë justifikojnë apo çfarë shprehnë në justifikime? Sigurisht që shëndeti mendor edhe justifikohet. Pra jo gjithmonë shëndeti mendor pranon dhe thot ajde këtu tregun se kam një lloj vështirësie. Mund bëj dhe rezistencë, mund ta justifikojë dhe prandaj themi pra kur flasim për shëndetin mendor, flasim për ta kuptuar në të gjitha dimensionet, jo thjesht si një viktim, por edhe që bën rezistencë. Sepse këto kushte, pra nëse i referohemi që kanë lidhje me figurën së kësaj nëne, me këto kushte sigurisht që ka një mos koherencë me të fjalëve që ajo thot ose gjykimi që shohim dhe veprimeve. Kush është më pranë të vërtetës? Se ti vërtet vajte ke shëndeti mendor për shkak të këtyre pamjeve që janë të paprecedenta thua ti, pavarësisht logjikës dhe justifikimeve që nëna atyre 3 fëmijëve jep në studion e emisionit Me zemër të hapur. Kush shkon më pranë të vërtetës? Ish vjera apo ish nusja? E rëndësishme gjyshja apo mamaja? Nuk do doja që të mbaja një lloj qëndrimi për një arsye apo një tjetër. Kë beson ti nga versionet, këtu dua të dalë? Ti shkoj në kuptim deri në fund të këtyre pamjeve. Çfarë do të thonë këto pamje në raport me fëmijët? Pra, sepse këto pamje janë një tregues. Ajo thot nuk e kanë lënë shtëpinë kështu përpara se të dilja për punë. Patjetër që gjyshja thot vinte një herë e rënd. Patjetër që kjo duhet vërtetuar, sepse nuk mund të ndodhë që këto të bëhen brenda ditës. Aty tregohet që është e ndërtuar kjo mënyrë jetese në një kohë të gjatë. Pra nëse gjyshja për shembull ka ardhur në verë, ka patur në këto kushte, pra nga vera e në vazhdim pra që ka. Nuk i kam parë këto kushte thot në verë, sepse ndoshta është takuar në një tjetër ambient. Pikërisht, pra e rëndësishme, prandaj janë struktura të specializuar, pra nuk mbetesh dot Shkova trokita dhe pash këto pamje thot. Ajo çfarë ka bërë gjyshja e fëmijëve, sigurisht për ta denoncuar, pa mendoj që e ka parë dhe ka denoncuar,
sigurisht është një veprim që normalisht do të kishim bërë strukturat, po themi Ka zgjidhje kush është gjëja më e rëndësishme në përfundim të komentit tënd që ta mbyll për sot dhe mund të takohemi në ditën vim. Të shkohet deri në fund specifikës shëndetit mendor. Pra sa është e përgjegjshme nëna në raport me kujdesin, jo vetëm të vetes, por dhe të fëmijëve dhe t'i sigurojë atyre një shëndet të plot, jo vetëm në raport me ushqyerjen, por dhe aspektin psikologjik, se këtu duket që nuk ka asnjë aspekt psikologjik. Nëse ata ushqen, pa nuk do të thotë vetëm ushqimi prindërim, pa është më i gjerë. Nëse nëna mundet vetëm kaq të kuptojë nga prindërimi për një arsye apo një tjetër, e rëndësishme përcaktohet çfarë e shqetëson, deri ku mund të shkojë dhe sa mund të ndihmojë shteti që Megjithatë, pas publikimit nga Balkan Web të këtyre pamjeve, menjëherë janë marrë masat e nevojshme, të dyja palët flasin për drejtësi, do lëm organet kompetente të japin versionin e tyre, mjafton të bëhet më i mirë atyre fëmijëve. Falenderoj Gjenin, falenderoj Eksenën, përpara se të falenderoj, lidhe me Ish-Vjerën, me gjyshën e fëmijëve. Zonjë, më dëgjon? Zonjë? Atëherë njoftojmë nga regjia, rimereni ju lutem, për dhënë edhe ajo versionin e fundin, ndërkohë që lidhem me nënën e 3 fëmijëve. Nënën e kam? Po. Zonjë, më dëgjon? Atëherë, kush është apeli yt i fundit, si nëna atyre 3 fëmijëve? Sepse ish bashorti po vjen, edhe ai do kërkoj kujdestari. Po, është e drejtë aty ta kërkoj kujdestarin, të gjithë do ta kishte bërë para shumë kohë, domethënë kujdesen për fëmijëve, jo tani, momentin që më janë vërsulur. Po gjithsesi unë deri në sot nuk i kam lënë kur fëmijët e mi dhe do luftoj me mishe me shpirt i fitoj ata fëmijët e mi. Vetëm të lutem ato pamje nuk duhet përsëriten më. Fëmijët nuk duhet të qëndrojnë vetëm. Siç ato, si domethënë ashtu, po thash, unë ta thashë pak më përpara, që na shumë mirë qendrat e këtyre socialit e gjitha të shtëpia ime dhe më kanë thënë që nuk ka shpar kurrë gjendje. Agjencia e Mbrojtjes së Fëmijëve pranë bashkisë Durrësit thua ti ka mbritur në banesën tënde. Kur kanë qenë për herë të fundit ata? Saktësisht nuk e mbaj mend, më thënë drejtën. Saktësisht nuk e mbaj mend. Duhet të dim përpara sa kohësh, vitin e kaluar kur? Vjesht, ver, dimër, rreth një vit, rreth 6 muaj. Po, rreth një vit gati, diçka e tillë. Rreth një vit më parë. Kam qenë shumë herë më mbrapa. Qartë. Kur as në shkolla, domethënë shumë herë që kanë marrë telefon, domethënë nuk E rëndësishme është që fëmijët janë mirë për momentin. Së bashku me ty unë të falenderoj që të kisha drejt për së drejti. Në studio do mbetemi bashkë në kontakt, ndërkohë që lidhem edhe me gjyshën e fëmijëve, ajo që ka denoncuar këto pamje. Po, më dëgjon? Atëherë ju lutem të vijem në kontakt me gjyshën sepse duhet përshëndetur dhe duhet japi dhe ajo versionin e fundit. Do mundohem të lidhem nga telefoni që ta dëgjojmë edhe zonjën sepse u shkëput në një mënyrë të beftë, ndoshta ka dashur diçka të thotë në këto momente. Gjithsesi, pas transmetimit të emisionit të sotëm, do të mundohemi të mbajmë kontakte me të dyja palët dhe në ditët në vijim të kemi përsëri një përballje midis tyre dhe të vihet ndoshta situata më e volitshme për të 3 fëmijët, bashkë ndajemi këtu për të u ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.